Pas një debati të ashpër dhe tejet emocional me Benitën dhe Labinotin, atmosfera në shtëpi u tensionua në maksimum, duke e quar Fjolla Morinën drejt një momenti vendimtar. E prekur thellë nga përplasje dhe nga mënyra se si po zhvillohej loja, ajo shprehu hapur dëshirën për t'u larguar nga gara, duke thënë me tone të rënda: "Eca bollma", një fjali që u interpretua si sinjali qartë për dorëzim dhe ndërprerje të rrugtimit të saj në shtëpi. Situata u bë edhe më dramatike kur Fjolla u drejtua drejt dhomës së rrëfimit, ku pati një bisedë të gjatë dhe intensive me moderatorin Alaudin Hamiti. Ky i fundit u përpoq ta qetësonte, duke i dhënë hapësirë të shprehte ndjenjat e saj dhe duke inkurajuar të mos merrte një vendim të nxituar. Pas kësaj bisede, moderatori arriti ta binte Fjollën që të vazhdonte garën, të paktën për momentin. Në dhomën e rrëfimeve, Fjolla u shfaq dukshëm e përlotur dhe e thyer emocionalisht. Ajo tregoi se është një person shumë i ndjeshëm dhe se ditët e fundit ka qenë rënduar psikologjikisht nga loja dhe nga mënyra se si disa banor po ndërtonin strategjitë e tyre. Jo presionin, po mënyrën se si janë tu e bë lojën mes vete. "Unë jam tip emocioni, kam emocione, jam njeri me shpirt të madhe dhe të ndjeshëm", u shpreh ajo mes lotësh, duke lënë të kuptohet se përplasje dhe lojërat e forta po e preknin më shumë se sa kishte menduar. Ky moment i Fjollës ka ngjallur reagime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë, duke hapur diskutime mbi kufirin mes lojës dhe ndjenjave personale, si dhe mbi presionin emocional që përjetojnë banorët gjatë qëndrimit të tyre në garë. Rrugtimi i saj duket më i brishtë se kurrë, ndërsa mbetet për t'u parë nëse ajo do të arrijë ta përballojë vazhdimin e lojës apo nëse ky episod ishte vetëm paralajmërimi i një largimi të mundshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.